nuk është problem dëshirash apo se si nga duhet shkoje drejta, mendoj unë. Ne po flasim për funksionarët nivelit shumë të lartë. Dhe për sa kohë Erion Velia ka qenë detyre, kemi thënë gjithë. Pra që ka pas mundësi, jo thjesht ndikojnë mbi provat tjera tjera, por dhe shantazhoi persona që kanë qenë të lidhur me çështjen e tij. Problemi është që dalja e Erion Velis, ndalje supozuar po themi, nga arrest me burg, në arrest shtëpie, unë mendoj që rrëzon gjithë sistemin e drejtësisë në Shqipëri, gjithë reformën e drejtësisë. Ta kanë mbajtur në burg Fredi Belerin 2 ditë para zgjedhjeve, arrestuan dhe nuk e lanë betoj, i vodhën dhe mandatin. Nuk e mbajt në burg. I dhanë njëherë leje 6 orë për të varrosur gjyshen dhe shoqëruan me një 1000 policë me pranga dorë. Pra Beleri u mbajt nga të gjitha shkallat e drejtësisë shqiptare, peng derisa Edi Rama mori bashkinë e Imarës. Qofse Erion Velia shkon në shtëpi, Ilir Meta duhet të jetë në fushat nesër. Sali Berisha nuk ka kuptim të këtë detyrim paraqitje. Qofse Erion Velia shkon në shtëpi, sepse Erion Velia është numri 2 Parti Socialiste. Është njeri që ka lyp gjithë fijet e pushtetit në Shqipëri. Është njeri që ka media që nuk e jepnin fare që ishte në netin. Kishte media që jepnin që bënte inaugurim ndërkohë që po arrestohej. Pra kuptohet fuqia që ka tek njerëzit. Që rrethojnë dhe fuqia që mund të ushtrojë nesër, duke qenë arrest shtëpie mbi gjyqtarin, mbi prokurorin dhe mbi sistemin. Kështu që mendoj që qofse ndryshon masa Erion Velis, çaja në burg do dalin gjithë, e dikon mban në burg këtë drejtësi. Mban në burg sa fet gjithë. Jo, po po bën dënimin. Nuk e mban për atë që qeshni ju. E mban në burg se i ka thënë asaj vajzës që do shikoj mundësinë, flas me nën kryetarin për të dhënë një tokë që të rrisësh qend. Atë çka kishte qendër për qend. Dhe i kanë thënë ke pasur tentativë për korrupsion dhe është në burg tjetër. Ajo viktime periferisë, fatkeqësisht është racizëm. Po s'është periferia, se ka qenë shoku me Gonigalit. Ai ka dalë fotografion dhe dreka darga me shefin e FBI-t, nuk është periferia. Periferia e Perandorisë. Periferi kemi ne. Kështu që Safeti tani çfarë do të thosh Safeti ti po vajti Erionin në shtëpi. Çfarë do të thosh Alçi Bllakos, çfarë do të thosh Lefter Kokës, çfarë do të thosh Ilir Metës. Çfarë do të thosh Fred Belerit? Standardet që ka vendosur Fred Beleri apo pa drejta lëkunde. Ore ka marr 3 vota i thot. Ke marr 300.000 lekë, nëse kemi kapur 300.000 lekë, po e dim që ti i ke dhënë. Te dorësh në burg. E mbajtën në burg e morën bashkinë. Bëri dënim dhe liruan, pastaj se si duajmë. U bë deputet në Bruksel. Kështu e thori dali Erion Velia në shtëpi. Ku dëgjova çfarë thënë? Shkojmë në publicitet dhe kthehemi tema e dytë, është listat. Për sot do çfarë surprizash